Avokat, po pse po I heqë Rama socialistët e vjetër? Po I kërkoj llogari ata ka pengesë, se ata nuk janë dakord me këtë. Shiko, në të parti fillimisht pati njerëz të ndershëm që me të vërtetë ishin politikanë dhe donin që vendi të ecte përpara. Keni fjalën për këtë brezin e ri që përfundoi në burg apo për të tjerë? Jo, kanë fjalën përpara, shumë më përpara. Ai e pastroi partin nga socialistët e vërtet, ata që kanë dhënë në fundit në ideologjinë e tyre, në botë kuptimin e tyre, por I kanë dhënë vendin. Ky mori vetëm rrugacër. Vetëm rrugacër dhe rrugacet, mos them në një emër tjetër. Se I di ai, edhe ne I dim. Megjithatë ai thotë që po shkon drejt edhe po kërkon një fitore absolute për pasaportën e BE-s, avokat. Ndërkohë që Berisha thotë do ju çojnë kënet, unë do ju çojnë në Bashkimin Evropian, pra ai ju ofron shqiptarëve të ardhmen, pra I bën që të besojnë. Kurse Berisha çfarë po ju jep, çfarë po ju premton? Shiko, e kam thënë dhe po e përsëris prapë. Këta janë mjeshtra në propagandë dhe në gënjeshtra në mashtrime. Ta vazhdimisht gënjejnë. Dhe kur hanë buk këta gënjejnë. Dhe kur janë në gjumë, prapë gënjejnë. Këta jetojnë vetëm në bazën e gënjeshtrave dhe të mashtrimeve që I bëjnë këtij populli. Popull dele që I ha gënjeshtrat e këtyre mashtruesve, qoftë majtës, qoftë anës krahut më, qoftë krahut djathtë të Partisë Punës, se janë dy krahët të Partisë Punës këto. S'ka lidhje me të djathtët shqiptare. Por ajo që është më të mërshmja, më kriminalja, është që nëpërmjet këtij kodi zgjedhor dhe këtyre dy klikave që kanë uzurpuar pushtetin në Shqipëri, Beogradi realizon shpërbërjen e Shqipërisë dhe shpërnguljen e popullit shqiptar. Kjo është politikë tërësisht e Beogradit. Ky kod zgjedhor është tërësisht I imponuar dhe I importuar nga Beogradi, me qëllim që të mos kenë kokë dhe mundësi shteti jam Shqipëria që të kërkojë bashkimin me Kosovën. Punët janë të thella, këto janë qitje me hedhje të largë, këto që bën ky që futi Edi Rama. Ky figurë degeneruar dhe e shkatëruar në gen. Ky ka ardhur vetëm për të prishur punë në Shqipëri. Dhe e pruri Sorosi dhe tani se heqin do se e pruri Sorosi. E ndihmoi Sali Berisha me ligjin për kodin zgjedhor, me ndryshimet kushtetuese të 2008-s, edhe tani atë s'ka burrën e qeshkull. Ka mbaruar e punë, se po dënë ta shqyquajtur të djata e bëri kashte koqe. I bëri pera, I shpërndau, I shkatëroi. Ke ca PD tani, ke një PD të Lulushit, ke një PD të këtij, ke një gaz bardhi atë që quajnë ato që thoshte po erdhi Berisha në kryet PD-s, unë nuk do merrem me politikë, tani vetë lëpiet Berishës. Çan këta mur. Po politikanë janë, po këta janë burrat e shtetit do të drejtojnë këtë vend. Bashkë me Gjekmarkën. Gjekmarka e të tërë lukunia e Lasan e bëlëpirsëve, se janë bëlëpirs këta. Të tërë këta që vjen pas Salihut. Dhe Salihu luftën e bën tani për fëmijët, nuk e bën për vete, se për vete ka mbyllur ciklin. Po çfarë do të shpëtoj fëmijët? Po çfarë I bën për fëmijët? Kanë akuza plot fëmijët e tij, po merren me atë punë tani. Se nuk më interesojnë ata, s'kan pushtet. Mua më intereson ai që ka pushtet dhe komandon. Vajza ka qenë gjithmonë në sektor jashtë politikës, me shmarrë me pjesën akademike. Tash pra, nuk më interesojnë fare fëmijët e tij dhe të bëjnë çfarë të duan. Mua më intereson vetë kreu I Partisë Demokratike, që është person në ndjekje penale, vetëm 2 herë në muaj paraqitjet në policinë gjyqësore, kaq ai praktikisht është person në akuz. Sepse I vonon spaku këto veprimet, këto ndjekjet dhe arrestimet, unë këtë nuk e kuptoj. Se të tërë situatën e kam dorë që një buton, një klik në tastier dhe I arreston. Sepse e kanë mbushur kupën.